Udhëzuesin e mirëmbajtjes, sot ne do të flasim për mënyrën se si duhet i përgatisim vetë në shtëpi produktet me të cilat duhet të pastrojmë. Në fakt, tregu është i mbushur me produkte të ndryshme, ku ju mund të gjeni produktet të çfarëdoshme për të gjitha nevojat që ne mund të kemi në shtëpia tona si janë visa. Ama jo gjithmonë janë ashtu si duhet, jo gjithmonë kanë funksionin që duhet, por shpeshherë janë edhe me përmbajtje të kimikateve, gjë e cila dëmton rënd shëndetin tonë. Ne sot do t'u japim disa alternativa se si të pastrojmë në shtëpi me produktet që kemi në shtëpi. Dhe mua për këtë do të më ndihmoj një anvisë e cila sot do t'jetë me ne, është gjithashtu një zonjë shtëpie shumë e kujdesshme, Fatbarda Tushaj. Eja Fatbarda. Fatbarda ka pak emocione sot po. Kush do ta lë Fatbardën me emocione sot, se do ja heqim të gjitha emocionet për të qenë gati edhe për t'i dhënë këshillat ashtu si duhet. Eja Fatbarda, kjo është tryeza që ne kemi vendosur sot për ty. Besoj mungon ndonjë gjë? Ja, shumë rregull. Unë pak më parë po thosha që tregu është i mbushur plot me produkte dhe në fakt ka një gamë të gjerë produktesh nga më të ndryshmet për të gjitha nevojat që zonjat e shtëpisë kanë. Por çfarë ndodh? Pse ti preferon të punosh me produkte të cilat i realizon vetë në një farë mënyra, i përgatit vetë? Po, e vërtet që tregu është i të mbushur dhe është edhe më kollaj me ndoshta me ato produkte që mund të blejmë në supermarkete ose... Por, këto janë dhe më ekonomike dhe më praktike dhe më përshëndetin, më të mira përshëndetin. E di çfarë më ndodh her pas here, ndodh që kur mundohem pastroj diçka zakonisht edhe pak më parë, po më thoshi që soba duhet pastrohet e ngrohtë, duke dhënë disa këshilla të tilla. Edhe teksa spërcojmë detergjentin, një aromë shumë e fortë, duket se lëshohet. Të gjitha janë kimikate që hynë në organizmin tonë. Po, sidomos për një person që ka dhe alergji, është shumë më mirë që përdorim. Mirë, çfarë kemi sot këtu? Kemi sod, buke. Në një gotë kemi vendosur sod. Kemi dhe ufull. Ufull të bardhë. Por nëse neve na mungon në shtëpi ufulla, kemi dhe limonin. Njërën nga të dyja, po. Unë i kam sjell të dyja, që zonja do tona të duhet uthull dhe pak ujë të ngrohtë. Ujë ngrohtë, një furrë që kemi marrë. Po, për këto cepe që nuk i kap. Sot kemi vendosur të pastrojmë shandanët, këta shandanë të bukur që duket se janë harruar diku aty në shtëpinë tonë dhe bëjmë mirë që t'i rikthejmë shkëlqimin. Dhe shandanët është një aksesor shumë i bukur, edhe pse tani është rikthy shumë, se përpara kishte para ca vitesh nuk ishte kaq. Ndaj tash i linim aty në shtëpi. Po, edhe para ca vitesh nuk ishin kaq, po tash në çdo festë, në çdo rast janë një aksesor shumë i bukur për tryezat dhe për festat familjare. Tani do fillojmë me doreza patjetër, që edhe pse këto nuk janë shumë, si them, shumë të rrezikshme, por dorezat janë gjithmonë të nevojshme. Patjetër. Dhe kemi dy lecka. Po. Njëra është për ka ndonjë specifik apo ndonjë këshill që do t'i japësh? Kjo është mikrofiber që duhet t'i japim në fund, kurse kjo është Vedex që duhet t'i pastrojmë pluhurat dhe ta pastrojmë. Mirë. Nisim. Marim së. Dhe vendosim ujë në ngrohtë, vetëm të lutem komentoje që të kemi si zonja të ta. Me sodën do ta hedhim në ujë të ngrohtë, një lugë është e mjaftueshme. Edhe, tani do marim edhe ufullën. Me 3 lugë. 2 lugë uthull në këtë rast? 3 lugë, se kemi qik sasi ujtit. Pra në varësi të sasisë së ujit vendosim edhe... Dhe këtu bëjmë përzierjen që këto të bashkohen bashkë dhe të bëjnë fix atë që na duhet. Kaq shumë vetika soda e bukës, Fatbarda, që e gjejmë në përdorim të shpesht, pothuajse në të gjitha llojet edhe teknikat e pastrimit që duam të bëjmë. E përdorim edhe për të pastruar shandan, ndoshta edhe për të larë, e për të pastruar fundin e tenxhereve, po edhe për rrobat. Soda bukës është një produkt, është diçka shumë që çdo zonjë duhet ta ketë në fakt në shtëpi. Kjo përdoret edhe në rroba, edhe në pastrimin e orendive të ndryshme. Po, është super e mirë, edhe limoni, se thamë, e fusim aty në sopë të ngrohur, edhe bëjmë pastrimin. Tani të fillojmë, do e lagim, patjetër. Janë bashkuar të 3 produktet bashkë. Po do e marim këtë, të ngrohtë. Kemi vendosur sodën edhe
dhe do marrin Ursullën. po nuk është nevoja që Ja, po ta këto, shtypa këtë po, kështu, nuk është që- nevoja që ta bëjmë shumë forcë, duhet shumë se kjo dhe mund të Mund të dëmtohet? po, duhet shumë lehtë që këto njollat, nga këto nuk është nevoja që të përdorim forcë. Sepse janë, Një shkëlqim të minjë. po, janë shumë efektive. Në këtë rast, a këshillon që të përdoret sfungjer, ose më saktë ajo, Ana, që është pak më ashpër sfungjerit? Jo, nuk e rekomandoj. Edhe këtu unë kam një furç, sepse ndoshta për përdorim edhe kjo më të furça shpejtë duhet shumë e mund ta butë, jo nga përdorni. ato furçet që i kemi të forta, që mos t'i japim ndonjë dëmtim ose gërvishtje të lehtë, duhet që gjithmonë të jenë të buta. Buta, mirë. Po. E shojmë. Po. Një pastrim. Po. Po. Po furça në cilat raste përdoret? Ja, për shembull, unë mund ta përdori edhe këtu, edhe këtu. Pra, në vendet që është më e vështirë për që është që nuk e ka për të depërtuar, i qartë. Këtu për shembull, po duhet në një mënyrë shumë të lehtë që sikur tham që mos të dëmtohet shandani në këtë rast. Po, ma jep mua këtë apo më Jo, dëmton mua? jo, s'ka gjë. Po të ndihmoj dhe unë pak. Jo. Me vërtet nuk kam përparse, po do mundohem bëj diçka. Po kërkojmë pak forcë për të Por jo që ta bëjmë në mënyrë, nuk e di se si i përdorin, të shizonja shtëpi si këto dhe qelqi. Kam përshtypjen që ti duke qenë se shandanet nga qelqi, sa shpejt u pastrua shandani që po bën fatbardha, dhe unë që nuk po ja dal fare me këtë. E këto shandanet qelqi mund t'i përdorim më shumë me limon, se sa me ufull, për shembull. Pra, kur shandani ose mund t'jetë edhe vazë, ose po marrim shembull nga kjo që po. Që mund këtë marrë pëtluhur edhe mbase e ka humbur atë bukurin që ka vazo dhe shandani në fillim, apo atë shkëlqimin, mund t'a përdorim me limon. Pra, në një ujë të ngrohtë, do të vendosim sot, edhe do të shtrydhim një kokër limon është mjaftueshëm. Po, është më mirë me limon ajo, pjesa. Shumë mirë. Ndërkohë që nëse bëhet fjalë për shandan apo edhe për enë të tjera, për shembull tenxheret. Po. Mundet ti pastrojmë me këtë lloj metode? Po, me sodë edhe me limon. Me limon. Fundin e tenxhereve për shembull? Po duhet të fërkohen me sfungjer, me tel, me çfarë? Me çfarë sugjeron? Telin nuk e sugjeroj në asnjë lloj produkti. Vërtet? Jo, vetëm me sfungjerin po. Se teli sado ja jep atë e gërvisht? Po, e gërvisht. Për çfarë mund ta përdorim tjetër këtë lloj produkti? Për çfarë mund pastrojmë tjetër veç se shandanëve dhe me këto produkte mund të pastrosh shumë gjëra. Shumë gjëra në shtëpi, gjitha për shembull edhe tavolinat. Vërtet? Edhe tavolinat. Po nuk dëmtohen sepse ka materiale të ndryshme që thotë për shembull kujdes, duhet të përdoret vetëm një solucion që të jetë solucion për dru. Kështu thonë që do t'i shesin. Shiko, çfarë bën marketingu. Ja se do të fatbardha. Kështu thonë që t'i shesin, ë? Po në fakt mund t'i përdorim edhe në një teknik të tillë. A mund të vlej nëse është shumë praktike për të gjitha zonjat e shtëpisë që kur e krijoj një produkt të tillë, e përgatisin një produkt të tillë, ta kenë në një shishkë që sprutsohet. A mundet që kjo të vendoset në një shishkë të tillë dhe të mbahet aty? Patjetër. Jo, nuk i humb fare vlera. Nuk i humb vlera. Jo, nuk i humb vlera. Mund ta bësh dhe ta ruash aty dhe kur të duhet ta përdor. Po, patjetër. Mirë. Se mos thua që Iva nuk më ndihmoi, ë? Jo, faleminderit. Jo, po dhe unë nuk mund të them që nuk pastron, sepse në fakt mori një shkëlqim të menjëhershëm shandani, i cili pas ka edhe këto shenjat e qiririt të shkrirë. Ato nuk ja hekim dot me këtë tash për moment. Me çfarë të heq? Ja, kjo është zbutur gjithsesi. Është zbutur, po. Ja, është zbutur. Ujtin uftoj. Dhe duhet ishte qik me ngrohtë. Me ngrohtë, me gjithatë nuk ka problem, ne treguam që atë rezultatin qëllimin tonë e treguam. Atëherë, pasi përfundojmë me leckën, e cila ishte në solucionin që ne përgatitëm, çfarë do të bëjmë? Një leckë mikrofiber. Një leckë mikrofiber, po të thatë. Po, që t'i japi atë shkelqimin dhe mos të ngelin shendja në... Po, pastrojmë edhe atë shandanin që nisët ju, sepse duket sikur është edhe më i përfunduar edhe i realizuar edhe më bukur edhe më mirë. E fshim edhe atë dhe
bukur. Mirë, po pastaj, çfarë mund të bëjmë dhe çfarë mund të tregojmë dhe çfarë mund të themi tjetër? Pak më parë më the që shërben gjithashtu ky produkt edhe për të fshirë gjithashtu apo për të pastruar edhe sobën. Po. Cilën teknikë ndjek ti dhe do që ta ndash gjithashtu me të gjitha zonjat që të ndjekin? Sobën ose mikrovalen duhet ta ndezim. Po, duhet ta ndezim para që të jetë ngrohtë dhe me një gjysëm mandarin. Me një gjysmë limon si natyrë. Mandarinën do ta konsumojmë, limonin do ta përdorim. Po. Limon edhe me ufull e lejmë aty. Edhe sodën edhe ajo merr komplet avull soba dhe shkrin komplet yndyren. Pra në furrën e sobës, do ta ndezim. Po para një 5 minutë që të jetë ngrohtë, do vendosim limon, gjysmë limoni me sodën edhe pak ufull edhe ajo komplet yndyra shkrihet. Do shkrihet. Do shkrihet. Dhe do pastaj me një lec diet do që jo t'jetë spungjera, po t'jetë pelkan, Jo. sepse kështu e dëmton. Dhe më pas, ka nevoj për shpjarje, apo ka nevoj direkt për... Jo, vetëm me pastron me një me një leckë. Me një picek. Sa herë e këshillon që t'i bëjmë pastrimet të tilla? Me këto mund t'i bësh sa herë të duar, se nuk është diçka e dëmshme. Është diçka natyrale, diçka praktike, diçka që nuk të dëmton, si themi. Nuk është produkte me kimikate ose me diçka që të bën dëm. Dëm, shumë e vërtet. Mirë, ne sot pastruam shandanët që kishim këtu. U bën shumë të shkëlqyeshme, sepse e kishin humbur atë shkëlqimin. Por gjithashtu, pjesë apo vështirësi, le të themi kështu, për zonjat e shtëpisë janë gjithmonë xhamat. Xhamat, pasqyrat janë gjithmonë një sfidë më vete që ti duhet i pastrosh edhe ato të mos mbetet asnjë vizë, asnjë hartë e vogël aty. Dhe ato, unë thash, këto 3 produkte që kemi jenë universal për punët e shtëpisë. Vërtet edhe pasqyrën? Po, me limon. Me gjysmë vetëm limonin? Po, edhe me një fshes. Nuk kam një thikë se unë do ta provoja. Do ta jo, nuk kam thikë, nuk kam çfarë pres limonin se do të shkoja. Do të shkoja atje dhe do ta provoja më një herë tek pasqyra. Megjithatë ne besoj që do të kemi takime të tjera sërish bashkë dhe do të kesh mundësi që të gjitha zonjave që na ndoqën tani t'u japësh dhe t'u drejtosh këshilla të tjera e t'i orientosh, pse jo, drejt këtyre produkteve të cilat janë pa përmbajtje kimikate, janë produkte të cilat ne mund të bëjmë fare mirë vetë në shtëpi dhe edhe shpenzojmë pak para, por gjithashtu jemi edhe më të sigurt për sa i përket shëndetit ton. Fatbarda, të falenderoj shumë. Të lumshin duart, ty edhe mua që pastruam këtë shandan, sot do të jemi sërish bashkë. Ne do të shkëputemi nga pjesa e parë e programit e Jatene, do t'u lëm takim sërish pas disa minutash. Menjëherë pas edicionit informativ të orës 12 do të jemi këtu në studio në numër 1 të televizionit shqiptar për të vijuar me transmetimin ton të drejt për drejt. Shihemi pas pak.